Dje në orën 13:20 në rrugën Jordan Zlatanovski në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 67 vjeçar nga Tetova, pasi gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar 13 paketime të vogla me lëndë pluhur me ngjyrë kafe. Dje në orën 13:10 në fshatin Zhelin të Tetovës, zyrtar policor nga Departamenti Policor i Grupçinit kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Novosel e Tetovës. Gjatë një kontrolli në trafik është konstatuar se ai drejtonte mjetin motorik të udhëtarëve BMW me targa të Tetovës pa leje drejtimi. Automjeti është sekuestruar përkohësisht dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 10:30 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 32 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se përmes 4 transaksioneve nga llogaria e tij bankare janë tërhequr pa autorizim gjithsej 20.736 denar për pagesa përmes internetit, të cilat ai nuk i ka kryer, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 8:20 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar, nga qendra urgjente në Gostivar është raportuar se tek ata është sjell me lëndime të rënda trupore një nxënës i mitur nga fshati Zdujnë e Gostivarit. Sipas deklaratës së profesorit të tij, nxënësi është lënduar gjatë një rënje në orën e edukimit fizik në një shkollë të mesme në Gostivar. Dje në orën 19:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën lokale Tetov fshati Trebosh, një automjet i udhëtarëve Ford Focus me targa të Tetovës i drejtuar nga një 63 vjeçar nga fshati Ozor Misht, komuna e Zhelinës, ka dalë nga rruga. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar shoferi, ndërsa lëndime trupore ka pësuar një pasagjere 17 vjeçare të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës.